Në segmentin rrugor Mitaj Sallata mungon një trotuar i mirëfillt për të kaluar aty këmbësorët, pavarësisht se është një ndër rrugët me qarkullimin më të madh të tyre. Kjo për shkak se përgjatë këtij segmenti rrugor ndodhet Spitali Rajonal i Vlorës, si dhe pediatria, si edhe lidhet më pas me rrugën e fshatrave të Vlorës. Qytetarët pohojnë se kjo situatë i ka detyruar të ecin çdo ditë në rrugë. Ata shprehen se ndihen të rrezikuar nga automjetet, të cilat qarkullojnë me shpejtësi. Kalimtarët kërkojnë ndërhyrje për të ndërtuar një trotuar të mirëfillt, i cili për zonën është shumë i nevojshëm, pasi thonë se në këtë rrugë çdo ditë kalojnë fëmijë dhe të moshuar, të cilët rrezikojnë jetën nga makinat. Ktu është rrezik, kupton? Ndos kur duhet fatkeqësira. Po duhet të ketë. Ose të mos ketë parkim makinash aty. Allaj, unë jetoj në fshat, po kur vi ande kam frikë, kalosh këtu. Që mos, këtu lodha aksident. E vërtet është ja, urdo. Po s'ka këtu, po s'ka farë. Edhe këtu lartë e makinat, këti e gëzën makinat, shumë e rrezikshme. Bëhet fjalë për një rrugë jo më tepër se 1 kilometër të gjatë. Për ironi të fatit, në fillim të saj ka vetëm disa metra trotuar ku qytetarët presin autobusin dhe më pas ai nuk vazhdon më, duke i detyruar këmbësorët të ecin mes makinave.